Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, ka bërë paraqitjen e radhës në Instagram, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve me postimin e fundit. Ajo publikoi disa pamje nga kuzhina e saj, ku shihet duke gatuar hallve, një ëmbëlsirë tradicionale që lidhet ngushtë me festat dhe traditat shqiptare. Në postim, Alba u shpreh me një pyetje për ndjekësit e saj: çfarë është, duke nxitur kështu reagime dhe komente të shumta nga fansat që nuk hezituan të japin sugjerimet e tyre. Ndryshe, Alba gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme të Big Brother VIP Kosova kishte rrëfyer synimin e saj për t'i përkushtuar jetën fesë islame. Ajo shprehu dëshirën për të mbuluar kokën sipas kërkesave të fesë, një hap që shumë prej ndjekësve prisnin me kurreshtje. Megjithatë, deri më tani nuk ka bërë ndonjë veprim konkret në këtë drejtim, duke lënë hapësirë për spekulime dhe diskutime mbi planet e saj personale dhe ndryshimet që mund të ndërmarrë në stilin e jetës. Postimi i fundit duket se është një kombinim i momentit të përditshëm dhe kujdesit për traditat kulturore, duke treguar një anë më të ngrohtë dhe intime të ish banores, larg skenës televizive dhe dramat që shpesh e shoqëronin brenda shtëpisë së BBVK. Ndjekësit kanë reaguar me komente pozitive, duke e komplimentuar për gatimin, por edhe për mënyrën se si ajo ruan lidhjen me kulturën dhe traditën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.